Një tjetër moment i rënd emocional shënohet në shtëpinë e Big Brother Kosova, ku ndjenjat dalin jashtë kontrollit dhe lotët nuk mund të fshihen më. Këtë herë, në qendër të vëmendjes është Alba, e cila shpërthen në të qara pas një situate të tensionuar me lëndrimin. Ajo shfaqet jashtëzakonisht e ndjeshme, e lënduar dhe e pafuqishme përballë presionit që po i vjen nga të gjitha anët. Gjithçka nis nga një debat apo një fjalë e thënë pa shumë mendim nga lëndrimi, por që për Albën ka peshë të madhe emocionale. Ndoshta nuk ishte qëllimi i tij ta çonte situatën deri këtu, por mënyra e të shprehurit dhe toni i përdorur mjaftojnë për ta prekur thellë Albën. Ajo mbyllet në vetvete, syt i mbushen me lodh dhe zëri i dridhet, duke treguar se diçka brenda saj është thyer. Alba tashmë është në një gjendje shumë të brisht. Çdo fjalë, edhe më e vogla, duket sikur e rëndon edhe më shumë. Ajo qan pa pushim dhe banorët e tjerë e vënë re se mjafton një koment i thjeshtë që emocionet e saj të shpërthejnë sërish. Alba tani qan sa ti thuash një fjalë, është përshpëritja që dëgjohet në shtëpi, duke reflektuar gjendjen e saj të ndjeshme, por ajo që e bën situatën edhe më të vështirë është fakti se banorët e tjerë nuk e lënë rehat. Në vend që t'i japin hapësirë dhe qetësi, disa vazhdojnë me pyetje, komente apo diskutime rreth saj, gjë që vetëm sa e përkeqëson gjendjen emocionale. Alba ndihet e rrethuar, e keq kuptuar dhe e pambrojtur, sikur çdo gjë që bën apo thot po gjykohet. Lëndrimi, nga ana tjetër, duket i pavendosur mes fajit dhe mbrojtjes së vetes. Ai e sheh Albën duke qarë dhe e kupton se situata ka dalë nga kontrolli, por tensioni i lojës dhe krenaria personale e bëjnë të vështirë një sqarim të qetë. Kjo mungesë komunikimi të qartë e lë plagën të hapur. Ky episod nxjerr në pa anën më të vështirë të Big Brother Kosova, presionin emocional. Izolimi, mungesa e privatësisë dhe përballjet e përditshme bëjnë që banorët të arrijnë në limite psikologjike. Alba është shembulli më i